Institucionet ligjzbatuese kanë shtuar vëmendjen sa i takon hetimit të krimeve zgjedhore. Konfirmimi vjen nga komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi, i cili theksoi se përgjatë ditëve në vijim pritet të bëhen publike informacione konkrete. Për çështjet që lidhen me hetimin penal janë përgjegjës dhe ata e dinë shumë mirë qoftë SPAK që prokuroria e përgjithshme për të dhënë informacione. Ndoshta në ditën të vijim mund të ketë informacione më konkrete dhe më të detajuara, por qarta si duket që ka vëmendje të shtuar në lidhje me këtë problematikë. Dhe kjo është gjë e mirë, pozitive. I pyetur nga gazetarët mbi kontratën e Partisë Demokratike për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Celibashi tha se demokratët ende kanë kohë për të dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke shtuar se për momentin institucioni që drejton nuk ka asnjë detyrim për ta kërkuar kontratën përkatëse. Nuk ka asnjë detyrim për këtë subjekt, por dhe për çdo subjekt tjetër që të depozitojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në këtë moment dokumente të cilët tregojnë mbi të ardhur dhe shpenzimet e tyre si subjekt zgjedhor. Që do të thotë ne nuk e kemi këtë kontratë dhe nuk kemi asnjë lloj detyrimi tej spekulimeve që bën dikush për t'ia kërkuar Partisë Demokratike në këtë moment. Kanë afat, sikurse thash, deri në 60 ditë përpara pas shpalljes rezultatit përfunditar të zgjedhjeve. Në momentin që do ta kemi këtë kontratë, do të japim dhe gjykim dhe vlerësimin ton për këtë dokument. Procesin e shpërndarjes së fletëve të votimit tek shqiptarët e diasporës, Celibashi e vlerësoi pozitivisht. Nuk kemi probleme të mëdha në gjykimin dhe vlerësimin tim. Edhe nga raportimet që marrin nga partitë politike, rastet janë sporadike, nuk kemi një sistem i cili po dështon. Kemi një sistem i cili funksionon, por ka probleme. Kryekomisioneri bëri këto deklarata pas zhvillimit të testimit operacional të pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik, proces që do të shtrihet në qendrat e votimit të njësisë 10 në Tiranë dhe ato që do të vendosen në Bashkinë Vorë.